Rizarta ka shkaktuar polemika pasi u shpreh se nuk e dinte që një bisedë e saj e ndjer do të publikojë duke menduar se po fliste me psikologen e programit. Pas transmetimit të klipit, ajo u ndje keq veçanërisht për detajet që ndau mbi prindrit e saj. Megjithatë, psikologja e Big Brother VIP sqaroi se banorët janë plotësisht të vetëdijshëm kur flasin me të dhe kur komunikojnë me produksionin. Ajo theksoi se takimet zhvillohen në ambiente të monitoruara dhe asnjë bisedë me të nuk publikohet. Psikologja mohoi kategorikisht pretendimet e Rizartës, duke thënë se ajo e dinte që po fliste me zërin dhe jo me të, duke e konsideruar deklaratën e saj si pjesë të lojës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.